Duket sikur për vitin 2025 kryefjalë është inteligjenca artificiale dhe në këtë rast do të dedikohemi totalisht Kinës, e cila ka hapur spitalin e parë të menaxhuar totalisht nga inteligjenca artificiale. Bëhet fjalë për një spital i cili nuk ka një staf njerëzor, mund të pres deri në 3000 pacientë, i trajtojë ato pa pritje dhe ka 14 mjek virtual. Për të kuptuar se sa në dobi të njerëzimit është pikërisht kjo piknisje ku takohet shëndetësia me inteligjencën artificiale, lidhemi me Erman Mertelikën, inxhinier biomjekësor. Mirëmëngjes, përshëndesim Erman. Lajme të cilat gjithmonë i flasim me ty. Po, edhe këto e ti si duken domethënë, se unë dua ta them edhe pas si për batut, pak që duket se kafe mëngjesit që s'ke nevojë fare të pish kafen, edhe mjafton me inteligjencën artificiale zgjohesh dhe ke ditën mbar. Po tani qytetarët, të cilët batute, por është e vërtetë. Erman, mendimi i qytetarëve shqiptar ka qenë shumë interesant, se me që na çove te kafja e popullit shqiptar. Të gjithë kanë thënë, duke qenë se kemi një sistem shëndetësor që çalon, 35 vite nuk kemi marrë shërbim, edhe jemi detyruar gjithmonë që të shkojmë me para në portofol, mos na duhet ta sjellim këtë realitet në vendin ton? Shiko, i ç'është e vërteta, domethënë, unë mendoj që domethënë është diçka që shumë shpejt mund të vijë edhe këtu domethënë, sepse edhe një herë inteligjenca artificiale është i aplikuar në sektorin shëndetësor, ka filluar që të bëhet pjesë pikërisht pra edhe si në sistemin shëndetësor shqiptar. Kryesisht telemjekësia, tani nuk mund të krahasojmë vendin tonë, domethënë që është një vend në perspektivë me ata vendet të cilët kanë kapital monetar që eksperimentojnë me teknologjinë, me shkencën mjekësore, por që unë mendoj pikërisht pra që është një vend Shqipëria, pra është një vend që gradualisht po bëhet pjesë e këtyre zhvillimeve, por të flasësh pikërisht pra për sisteme robotike, të cilët të bëjnë kirurgji, është diçka që akoma nuk jemi në atë fazë, domethënë që të implementosh një sistem robotik kirurgjikal, për shembull Da Vinci apo Magellan Robotic System, që të realizohen. Sistemi shëndetësor shqiptar është, e mendoj që është në një nivel okay. Domethënë krahasuar me 10 apo 15 vite përpara, sepse duam apo s'duam ne, këto aparatura, ky sistem mjekësor, këto lloj pikërisht pra teknologjia mjekësore që përdoret në Shqipëri vjen pikërisht pra nga kompanitë prodhuese, korporata prodhuese. Për çdo pajisje që përdoren si në kardiologji, si në pneumologji, në ortopedi, në kardiokirurgji e të tjerë, janë pajisje të cilët prodhohen nga vende të zhvilluara dhe më pas vijnë këtu domethënë. Por unë deri diku e mendoj Shqipërinë domethënë që është bërë pjesë e këtyre zhvillimeve, sigurisht ka për të bërë, por që e mendoj mirë. Qartë, Erman, në një farë mënyrë. Tani nuk mund të krahasojmë Shqipërinë me kampin perëndimor apo kampin lindor që po bëjnë çuditëra në fushën e teknologjisë. Sigurisht, kampin perëndimor Shtetet Bashkuara dhe kampi lindor siç është Kina, që tashmë i ka dhënë një mesazh botës që ka krijuar një sistem spitalor, një facilitet spitalor që edhe kjo është shumë e çuditshme faktikisht, më bëri të më përshtypje që të krijohet spitali i parë me 14 mjek ai. Wow, sa është domethënë me idenë që njerëzit do ndjehen shumë skeptik për të trajtuar, për të bërë një kirurgji nga një sistem robotik. Pra të hapësh një spital me 14 robot AI. Por ja, Erman, na lejon dalemi pak këtu te 14 robot. Alma në hapje të bisedës përmendi që ky spital do ketë kapacitet të mbajë deri në 3000 pacientë në ditë. Si do ja dalin 14 robot të kujdesen për 3000, që është maksimumi i kapacitetit të spitalit? E di çfarë mendoj unë, faktikisht e mendoj diçka të tillë, se inteligjenca artificiale, kjo është pikërisht pra po performohet me anë të inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale sigurisht shkurton punën, shkurton proceset kohore në diagnostik, në kartela digjitale, në trajtimin e pacientëve në kirurgji, sepse me anë të për shembull të një roboti kirurgjikal, ne mund të kryejmë pra kirurgji në një kohë më të shkurtër, pra dhe me precizion shumë të lartë. Që do të thotë se Kina ka nxjerrë domethënë për të dhënë një mesazh kampit perëndimor që shikoj, edhe ne jemi këtu, pra jemi një kompeticion dhe unë e shikoj domethënë një perspektivë dhe të ushtohet ky egoizmi sepse në të mirën e qytetarëve dhe pacientëve. Por nëse unë dua ta analizoj logjikisht tashmë domethënë, Kina ka nxjerrë një lajm me këtë spitalin që është me 14 mjek me inteligjencë artificiale. Ajo që unë mendoj është që ky është një sistem spitalor ku aplikon teknologjinë më të fundit, që do thotë
kirurgët digital, pra kirurgjin robotike, diagnostikën me inteligencë artificiale, software-et avancuar, por në ndërthurje gjithnjë më tepër në mënyrë simbiotike me mjekët specialist, me një ekspert të mirë, me kirurgët profesionist. Nuk mund të funksionoj një mjek robot pa asistencën apo pa udhëheqjen e një mjeku tradicional njerëzor, se kështu do të themi tani. Është e logjikshme, e di pse, sepse inteligjenca artificiale nuk mund të funksionojë në mënyrë autonome. Domethënë, duhet gjithmonë që t'i jepet ai start, ai trigger i parë që të fillojë të procesojë. Por nëse për shembull çfarë ndodh me anë të kirurgëve robotik, sepse edhe në Kinë nuk mendohet që t'jetë një sistem, një facilitet, një spitalor apo një spital që të ketë vetëm të funksionojë me anë të robotëve, me anë të mjekëve ose kirurgëve AI. Do jetë gjithmonë një ndërthurje, por sigurisht ndërthurja e këtyre ose doktorëve AI, kirurgëve AI, kirurgëve digital ose kirurgëve inteligjencë artificiale do bëj të mundur përmirësimin sa më shumë operacione, do të thënë kohën e trajtimit në mënyrë të më shpejtë të operacione, trajtimin e sa më shumë pacientëve, gjithashtu edhe saktësia shumë e madhe. Gjithmonë në ndërthurje me një kirurg. Madje këto ideja që kjo ka nxjerrë këtë është që këto kirurgët robotik funksionojnë dhe në remote. Pra teknologjia e fundit po krijon atë që një kirurg të jetë një spital për shembull në Tokyo apo në New York City dhe në Kinë të jetë pjesa tjetër moduli remote i kirurgut që do bëj kirurgjin nga kirurgu që po e bën remote, por sigurisht i menaxhuar nga stafi mjekësor, nga stafi infermieror e të tjerë. Ermand, do të jetë më e kushtueshme apo do kursej shumë nga xhepat e qytetarëve? Ajo që unë mendoj faktikisht është sigurisht të realizosh një teknologji, të realizosh pikërisht pra një kirurgji. Si shërbim, si shërbim, jo nga ana e qeverisë për ta ndërtuar dhe ofruar si shërbim. Jo, të bësh pikërisht pra një trajtim kirurgjikal apo një ndërhyrje kirurgjikale invazive apo dhe mjekësore me anë sistemet avancuara, mendoj që është e kushtueshme. Sigurisht, sepse edhe tu përfshim kostën e mirëmbajtjes dhe të asistencës teknike të kirurgëve robotik, sepse një robot kirurgjikal është shumë i shtrenjtë dhe mirëmbajtja periodike e këtij roboti kirurgjikal gjithashtu është e kushtueshme. Është edhe në mënyrë të vazhdueshme, pra para çdo kirurgjie duhet i bëhet amortizimi, duhet i bëhet kalibrimi, pra është një sistem. Pra rrit eficiencën, por nuk redukton kostot e ndërhyrjes. Erman, një pyetje e fundit nga ana ime. Çfarë ndodh në këtë rast? Kemi të bëjmë me një ndihmë nga inteligjenca artificiale për të bërë ndoshta ndërhyrjet kirurgjikale të cilat nuk bëhen dot nga dora e njeriut dhe për cilat ndërhyrje flasim? Alma, ke prekur diçka interesante dhe shumë të rëndësishme. Unë mendoj që inteligjenca artificiale ndikon në realizimin e ndërhyrjeve kirurgjikale të vështira, ku dora e një kirurgu është me risk që të ndërhyjë. Për shembull, ja të marrim një shembull. Nëse një pacient ka një masë të vështirë tumorale për të ekstraktuar nga mushkëria, nga pulmoni, pra pozicionimi i masës është shumë i vështirë. Dhe një kirurg duhet të bëjë një prerje me incizion me bisturi, por që ka shumë rrugë neuronike, ka shumë arterje, ka shumë të tjera gjëra. Dhe sistemi robotik është shumë i saktë. Sistemi robotik funksionon edhe me sistem lazerimi, patjetër funksionon edhe me rezatim, edhe prerja bëhet në mënyrë shumë precize për të mos dëmtuar indet e tjera për qark. Domethënë, e mendoj sepse kirurgu robotik është gjuhë matematikore, është gjuhë algoritmike, gjuhë informatike që funksionon me precizion shumë të lartë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kirurgu robotik nuk ka emocione. Qartë, njeriu i ka patjetër. Dhe nuk i dridhe dora, kemi dëgjuar. Bravo, është diçka pikërisht kjo është. Pra një ndërthurje shumë e mirë midis inteligjencës natyrale, kirurgut profesionist, njeri, dhe inteligjencës artificiale, kirurgut robotik, bën çuditëra. Domethënë, dhe ajo që unë shikoj një lajm shumë fantastik. Ku ka më mirë, domethënë do isha i pari që po të kisha një problem do e pranoja. Do i besoje jetën duarve në këtë rast të inteligjencës artificiale. Po nga ty e presim në fakt, Ermand.
Dhe presim që një ditë të vetë ofrohesh për eksperiment, aq kurioz më dukesh si natyrë. Po, e di kush, po patjetër, madje kam shprehur që do isha i pari në Shqipëri, pra i pari shqiptar që të implementojë edhe çipin e Neuralink të Elon Musk. Po, na e ke thënë. Sepse jemi të fushës edhe i kuptojmë. Kemi kaq shumë gjëra për diskutuar, do duhet të shihemi një herë tjetër në studio për të folur të gjitha pikpyetjet që na ka sjellë inovacioni, teknologjia dhe inteligjenca artificiale, ku lajmet nuk kanë të sosur, duhet ta themi. Një përshëndetje të përzemërt nga kjo studio për ty. Ishte një kënaqësi edhe për mua që isha pranë jush në Vizion Plus. Kënaqësi gjithmonë për ne. Mirë. Përshëndesim Ermandin, i cili na i sjell gjithmonë lajmet më të fundit. Nga teknologjia për hir të vërtetës. Mirë, bëjmë një shkëputje Alma dhe rikthehemi në studio me disa të ftuar shumë interesante.